Ne jemi sot këtu me vetdijen e plotë se problemi është shumë më i madh se sa janë mundësitë për ta zgjidhur atë më njëherë. Por ajo çka sot ndryshon nga 20 e kusur vjet që na sollën deri këtu është përpjekja tërësisht e sinqertë për të bërë absolutisht më të mirën e mundshme, kemi marrë një zotim që t'i japim fund hipokrizisë dhe padyshim t'i japim fund abuzimit më se 20 vjeçar me të përndjekurit politik, duke bashkëpunuar me ta për ta mbyllur me dinjitet plagën e hapur në gjithë këto vite të keqtrajtimit tyre në radh par moral, dhe pastaj sigurisht hap pas hapi edhe të mos kompensimit të tyre material.